Një ndër monumentet më interesant që ndodhet në Shqipëri sa i përket historisë së saj dhe pozicionit ku shtrihet është edhe kalaja e Porto Palermos në gjirin me të njëjtin emër në brigjet e detit Jon. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka ndarë një video informacion mbi këtë kala, ndërsa ka ftuar vizitorët ta zbulojnë atë. Kalaja e Porto Palermos, një perle historisë mes detit kristal që fton çdo vizitor ta zbulojë. Kalaja e Porto Palermos qëndron në një nga zonat më të bukura të bregdetit shqiptar, e fshehur mes ujrave kristal të Jonit, e ndërtuar nga Lipash Tepelena në fillim të shekullit të 19 si dhuratë për gruan e tij Vasiliqin. Kjo kala fshe brenda një histori plot mister. Për të kanë shkruar edhe figura botërore të letërsisë si Aleksandre Dumas e tjerë. Arkitektura e veçantë e kalas tregon për mjeshtërinë e ndërtimit dhe inteligjencës strategjike. Nga kullat e larta dhe muret të mbrojtëse syri sheh një horizont të pafund ku deti dhe qielli bashkohen në një pamje mahnitëse. Korridoret e ngushta, hyrja dhe dhomat e fshehta të kalas janë dëshmitar të strategjive mbrojtëse që përdorta Lipash Tepelena. Dhoma e strategjive ruan atmosferën e kohës, nga ku hartoheshin plane për mbrojtjen e territorit. Gjithashtu, ky vend special është kthyer në një skenë të përkryer për evente kulturore dhe artistike. Çdo vit, vizitorët nga gjithë bota vijnë për të zbuluar këtë vend, duke ndjerë frymën e historisë në çdo cep. Gjithashtu, plazhet e kristalta dhe natyra e paprekur rreth saj plotësojnë një ofertë të përkryer për të gjithë turistët.